Një rast i pazakont mashtrimi është zbardhur nga autoritetet shqiptare ku një drejtor i një ndërmarrjeje shtetërore është tentuar të mashtrohet përmes një videokolli të rrem, ku shfaqej imazhi kryeministrit Edi Rama. Sipas hetimeve, fillimisht viktima ka marrë një mesazh në aplikacionin e enkriptuar Sinjal nga një numër i panjohur me përmbajtjen "Si jemi me objektivat". Pak qaste më vonë ai ka marrë një video thirrje ku në ekran është shfaqur një person i ngjashëm me kryeministrin Rama, duke përdorur edhe elemente vizuale karakteristike të tij. Pas mbylljes së telefonatës, drejtori ka marrë një tjetër mesazh ku i kërkohej shuma prej 60.000 eurosh me udhëzim që paratë të dorëzoheshin në Elbasan. Menjëherë pas denoncimit, policia e shtetit organizoi një operacion të inskenuar, ku u vendos dorëzimi i shumës së kërkuar, duke çuar në arrestimin e 2 personave, Kledis dhe Kujtim Muzhaqi. Sipas policisë, dyshohet se imazhi i kryeministrit në videokoll është krijuar përmes inteligjencës artificiale, një metodë re mashtrimi që po përdoret për të zhvatur zyrtar dhe biznesmen. Njëri nga të dyshuarit, 20-vjeçari Kledis Muzhaqi, është lënë në arrest shtëpie, ndërsa babai i tij, Kujtim Muzhaqi, ndodhet në arrest me burg. Hetimet vijojnë për të zbuluar nëse grupi ka bashkëpunëtorë të tjerë.